Escobari grek, biznesmeni që u arrestua për anijen që u sekuestruar në Atlantik duke transportuar 4 ton kokainë në Europë, u paraqit para grupit hetimor mëngjesin e së martës. Sipas mediave greke, biznesmeni nga Greqia Veriore u arrestua si truri i rrjetit ndërkombëtar të trafikut të drogës, ndërsa përveç tij janë arrestuar edhe 4 persona të tjerë në Teb, Katerini dhe Athinë. Anija greke Urania u pa duke transportuar të paktën 4 ton kokainë nga Amerika Latine në Europë, ndërsa lundronte në Oqeanin Atlantik. Në foton ekskluzive të siguruar nga Newsbomb, shohim anijen e peshkimit të përdorur nga Escobari grek, i njohur për autoritetet. Pas 20 vitesh ajo ra përsëri në duart e policisë, konkretisht asajt antidrogës. 60 vjeçari akuzohet se ka dërguar anijen në Amerikën Latine për ta ngarkuar me kokainë dhe për t'u kthyer në Evropë për ta shpërndarë atë në një destinacion përfundimtar të panjohur. Biznesmeni 60 vjeçar u arrestua gjatë rrugës kur po udhëtonte nga Mikaniona për në Pieria. Anija me flamur polak u nis nga Nea Mikanionia dhe hodhi Spirancën në Karaibe. Me informacione nga autoritetet greke dhe DEA, Agjencia Amerikane e Luftës kundër drogës, që raportonin se kishte mbushur hambaret e saj me kokainë dhe ishte nisur për në udhëtimin e kthimit. Anija më afërt me ngarkesën e kokainës ishte një anije e marinës franceze. Francezët e sekuestruan atë dhe anija greke është rrequr për 2 ditë me qëllim që të arrijë në port në mënyrë që të matet sasia e drogës. Është e ngarkuar. Ishin fjalët e komandove francez që hipën anije. Anija u ankorua dje të hënën më 15 dhjetor në Martinik. Në të njëjtën kohë në Greqi, policia po prangoste një 60 vjeçar ish pronar të ekipeve të futbollit në Greqinë Veriore dhe pronar të njësive hoteliere. Në total janë arrestuar gjithsej 10 persona, 4 grek dhe 1 bullgar nga ekuipazhi dhe 5 grek në Greqi, përfshirë biznesmenin.